Mirëmëngjesi. Fillojmë mbledhjen e thritur jashtë radhe me kërkesë të kryetarit komanduar të Bashkisë Vlorës. Ora shënon 10:21 minuta, data 29 shtator. Fillimisht lexojmë shprehjen e lishmërisë së ardhur nga zyra e prefektit të qarkut Vlorë. Në vijim të kërkesës suaj, numër 15114, fraksion 1, protokoll datë 22/9/2025, protokolluar me tonën me numër 893, datë 22/9/2025, si dhe në mbështetje dhe zbatim të neneve 8 dhe 16 të ligjit numër 107/2016 për prefektin e qarkut i ndryshuar, shprehemi si më poshtë. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 78, datë 22/9/2025 për caktimin e zëvendëskyetarit që do të kryejë funksionet e kryetarit Bashkisë Vlorë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, vlerësohet i lishëm. Faleminderit. Atëherë, kalojmë fillimisht rendin e ditës në votim, nëse nuk kemi asnjë koment. Çfarë komenti ke zoti Hoxha? Faleminderit zonja kryetar, nderuar këshilltar. Zonja kryetar, ashtu siç besoj jeni njohur, ne tre kryetarët e grupeve të opozitës dhe përkatësisht zoti Gumbardhi, zoti Nika dhe unë, kemi paraqitur një propozim pranë Këshillit Bashkiak për shfuqizimin e aktit të caktimit të nënkryetarit zotit Elisa Lili në funksionet e kryetarit të bashkisë, sipas përcaktimeve ligjore, duke parashtruar arsyetimin ton lidhur me shkeljet ligjore të konsumuara në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkiak, në të cilin u kemi paraqitur juve. Fatkeqësisht konstatoj se nëpërmjet shkresës 15/358 fraksion 1 të datës 25/9 nga ana juaj, e kundërfirmosur nga ana juaj, ja dhënë disa arsyetime të cilat nuk përkojnë me kërkesën që ne kemi paraqitur, pra propozimin ton. Propozimi jon ka të bëjë me shfuqizimin e aktit si tërësisht të pavlefshëm për shkak të shkeljeve ligjore. Ju jeni munduar këtu dhe nuk e di kush e ka hartuar të shkresë, nëse keni hartuar vetë ose nëse dikush tjetër ka marrë pjesë në hartimin e kësaj shkrese, nuk e ka kuptuar thelbin e asaj se çka kemi propozuar. Propozimi jon lidhur me shfuqizimin e zgjedhjes zotit Alili, pra të aktit, nuk ka të bëjë me një përgjigje dhe një arsyetim që kërkojmë ne nga ju apo nga një vendimarrje personale juaja, pra shfuqizimi që ju mund të keni. Nuk e keni ju këtë tagër. Këtë tagër e ka Këshilli Bashkiak, por procedura dhe në 105 si rregullores, unë nuk kam thënë shpeshherë, po ju me sa duket nuk doni të dëgjoni, kur them ju e kam fjalën mazhoranca, nuk e kam me ju personalisht. Ndërkohë dhe ju jeni pjesë e mazhorancës, nuk lexoni, ose nuk dini të lexoni, ose nuk doni, ose nuk kuptoni. Nuk e di çfarë emri ti vë, domethënë se vajt 2 vjet që ne përpiqemi që të vëmë në dukje problematikat në zbatim të ligjit dhe të rregulloret dhe ju vazhdoni në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha format sa herë ju jepet mundësia ta shkelni dhe rregulloren dhe ligjin. Dhe unë tani për të cituar edhe për korrektësi të kolegëve që na dëgjojnë, dua t'ju them, nderuar zot kryetares, që propozimi jon është i mbështetur në 105 të rregullores, në të cilin thuhet se një grup politik këshilltarësh ka të drejtë i propozojë Këshillit Bashkiak shfuqizimin e një akti. Dhe ju keni thënë që nuk jeni ju. Unë e di që nuk jeni ju, s'kam nevojë të ma thoni ju nëpërmjet kësaj shkresë, jeni lodhur shumë ju ose ndihmësit tuaj në Këshillin Bashkiak për të hartuar këtë shkresë. Dhe po ju rikujtoj që në nenin 4, në pikën 4 të nenin 105 thuhet, propozimi kur nuk paraqitet nga kryetari i bashkisë, i përcillet kryetarit të bashkisë nëpërmjet kryetarit të Këshillit. Pra ju këtë propozim që ne kemi bërë duhet ja përcillni kryetarit të bashkisë ose të komanduarit që ju keni zgjedhur aktualisht. Ai duhet të shprehë lidhur me efektet financiare ose juridike dhe më pas duhet vinte në këtë këshill si propozim i grupeve të opozitës për të votuar. Pastaj është çështje tjetër votimi. A miratohet, a nuk miratohet, është një tjetër efekt, po themi, procedural. Kështu që unë nuk e kuptoj ju pse keni marrë të iniciativë personale, sepse unë shikoj firmën tuaj, nuk e di kush e ka hartuar, mund ta ketë hartuar edhe sekretari i Këshillit, po them, jeni përpjekur me disa artifica për të dhënë disa shpjegime që nuk u takojnë. Dhe duke bërë dhe analizë juridike, që është kjo metodë dhe ajo metodë. Ju, zonja kryetare, jeni mandatuar në këtë pozicion për të zbatuar rregulloren. Nëse ju nuk e zbatoni rregulloren dhe në këto gjëra që janë minimale, por që faktikisht prodhojnë efekte shumë të mëdha, edhe juridike, edhe financiare, unë mendoj që jeni gabim. Dhe u citova jo më kot këto, meqense keni dhe sekretarin, është dhe jurist në profesion, ka dhe kolegë të tjerë këtu jurist në Këshillin Bashkiak, që e kuptojnë shumë drejt të që po ju them. Ne kemi bërë një propozim dhe ju duhet ta materializoni në akt që i paraqitet Këshillit. Këshilli më pas vendos e miraton, propozimin e miraton ose e refuzon. Kaq, është shumë e thjeshtë, kështu që ju kërkoj miqësisht
Se tani edhe kjo pjesa emisore, më duket se ka kaluar, se kemi thënë disa herë, u propozoj që në mbledhjen e ardhshme, propozimin ton ta rishqyrtoni dhe t'i paraqisni këtij këshilli propozimin që ne kemi bërë për shfuqizimin e aktit. Erozon ky këshill apo e mirë ato është çështje tjetër. Faleminderit. Për procedurë lidhur me pikën e rendit ditës, ka dikush diçka? Jo, s'ka njeri. Faleminderit, pro. –27 vota pro, 28 vota pro, asnjë kundër, 2, 4, 6, 7 veta nuk marrin pjesë në votim, miratohet. Atëherë, kryetar, dëshironi fjalën lidhur me... Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, po hy direkt në temë. Një nga detyrat e para me të cilat jam njohur që në momentin e emërimit si nënkryetari i bashkisë ka qenë pjesa e investimeve publike. Me drejtorin e zyrës së financës, si dhe drejtorit e tjera zyra urbanistikës, si dhe zyra infrastrukturës, kemi qenë përpara faktit të një sër projektesh që kanë qenë parashikuar sipas buxhetit në fuqi. Nga analiza e gjithë zërave që kam parë, projekti i cili kemi evidentuar ka qenë rikonstruksioni trotuareve për gjatë rrugës transballkanike. Ka qenë një projekt i parashikuar në buxhet me vlerën 126 milionë 899.486 lekë. Duke parë të projekt detajuar, kemi konstatuar se ky projekt përfshinte pjesën e trajtimit sipërfaqësor për gjatë rrugës transballkanike. Do me thënë parashikonte pjesën e shtresave sipërfaqësore, trotuaret dhe të tjerë elementë sipas projektit që janë detajuar. Në planet tona të punës dhe fokusi i ardhshëm është një problematikë e madhe që gjithë ne që jemi pjesë e këtij qytetit e dim pjesët e kolektorëve të ujrave të bardha të qytetit. Dhe duke parë masterplanin e kanalizimit të ujrave të bardha të qytetit, ne konstatojmë bashkë me inxhinierat dhe me zyrat përkatëse, përfshirë edhe drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve, që për gjatë rrugës transballkanike janë ndërtuar kolektorët ekzistues që në ndërtimet e ershme, kolektorë të cilët me kalimin e viteve janë amortizuar, janë dëmtuar, mund të mos jenë mirë mbajtur, ka një sër faktorësh. Dhe diskutimi i parë që kemi bërë është që ky projekt nuk mund të realizohet në këtë fazë, pasi nëse bëhet në këtë fazë i bie të ndërhyet në një fazë të mëvonshme, të ndërtojnë këto kolektor dhe kemi bërë një projekt për ta prishur prapë. Është propozuar projekti i ndërtimit kolektorëve të ujrave të bardha. Dhe ky projekt konsiston në ndërtimin e kolektorit kryesor, i cili fillon që nga kanali i Fushës, bëhet fjalë për ndërtimin jo më të tubave me diametra ekzistues që kanë qenë apo qoftë tombino, por konsiston në ndërtimin e kolektorëve betonarme, të cilët janë në formën e tuneleve, dhe këto kolektor jo vetëm mund të jenë lehtësisht të aksesueshëm për të pastruar, por mund të konsiderojnë dhe mjete të vogla të futen ndër këto. Për mos të zgjatur, së bashku me një nga profesorët e Fakultetit Hidroteknikës, por edhe me një studio, një projekt që ishte i depozituar në ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve, por dhe që është zhvilluar më tej, është marrë dhe ne propozojmë që të jetë ky projekt që të bëhet dhe t'i parapri fazës së parë, përpara se të bëhet pjesa finale e trajtimit të dy anëve të rrugës transballkanike. Ku konsiston ky projekt? Ky konsiston në rindërtimin e këtyre kolektorëve betonarme të kanalit të Fushës dhe ne vazhdojmë përgjatë rrugës transballkanike
duke ardhur tek ish karburant Fjordes, ku ndodhet një nga stacionet e pompimit, dhe vazhdojmë deri në rrugën më problematike, e cila është rruga Albano Romina. Me këtë projekt që ne prezantojmë për ta kaluar në buxhet dhe që duam ta zbatojmë, ne rindërtojmë kolektor të rinj për gjatë gjithë Transballkanikës, që nga rruga Albano Romina deri tek ish karburant Fjordes, kalojmë edhe rrethin dhe kthehemi në drejtim të kanalit të madh të fushës. Ky është vetëm hapi i parë që ne hedhim për rregullimin e kolektorëve të ujrave të larta, sepse ky është një master plan i cili ne këtë po e konsiderojmë lotin e parë, loti jetik, loti që do t'i japi impaktin e parë të parandalimit të përmbytjeve në ato rrugë që ne i shikojmë gjithmonë. Ndërkohë, paralelisht me këtë projekt, janë dhe 2 projekte të tjera, të cilat ishin të parashikuara në buxhet, që është rikonstruksioni i kanalit të ujrave të larta dhe rikonstruksioni i pompave të hidrovorit. Të 3 këta projekte në paket do të kenë një efekt të menjëhershëm në parandalimin e përmbytjeve. Ky është projekti i parë, i cili ne kemi propozuar që të bëhet rialokimi i fondeve, ndërsa projekti tjetër është projekti i shkollës Marigo Posio. Rikthehemi edhe një herë te pjesë e objekteve që ishin për investim, ishte rikonstruksioni i kopshtit 1 Maj. Nga urdhro? Po, ndërtimi i ri. Atëre, ky kopsht në analiza jon nuk është se është përjashtuar për mos u bërë. Ky është shtyrë në një afat të mëvonshëm, që mund të jetë projekti i buxhetit të ardhshëm, për arsye sepse kemi konstatuar disa problematika që kanë të bëjnë me gjendjen juridike të pronës, por për të thënë dhe situatën siç ka qenë realisht, nuk ka qenë i plotësuar në të gjitha detajet e tij si projekt, për të qenë në kushtet e tenderimit. Dhe duke qenë përpara afatit që ne në 15 tetor duhet që këto procedura t'i mbyllim, rrezikonim që këto fonde t'i digjnim. Dhe nga Bashkia Vlorë ka pas qenë bërë një procedurë për hartimin e projekteve të 3 shkollave. Procedurë e cila ka përfunduar dhe Bashkia vet ka pasur projektet e 3 shkolla, që ka qenë shkolla Marigo Posio, shkolla Katër Erojnë dhe shkolla Ismail Qemali. Nga një vlerësim para prak që është bërë, si dhe nga konsultimet me drejtoritë që merret me pjesën e mirëmbajtjes të shkollave, por dhe nga një vizitë që kemi bërë grup pune bashki në për këto shkolla, kemi konstatuar se shkolla më problematike, por edhe ajo që ne arrim, do me thënë, ka buxhetin më të vogël, arrim ta suportojmë në këtë rast, të shkolla Marigo Posio. Është një projekt rikonstruksioni, mund ta shikojmë. E cila përfshin rehabilitimin total të shkollës Marigo Posio, përfshin që nga fasada, sistemi kapot, pjesa e dritareve, pjesa e sistemimit të oboreve, rindërtimi i fushave sportive, rindërtimi i palestrës, pjesa e sistemit të kondicionimit, sistem elektrik, shtresa të brendshme, hidrosanitare, do me thënë është një projekt i detajuar, i cili me përfundimin e tij rehabiliton në total këtë shkollë dhe do të jetë funksionale për nxënësit që janë pjesë e kësaj shkolle. Dhe zëri i tretë, i cili është paraqitur në këtë projekt vendim, ka të bëjë me një pagesë emergjente e një kësti. Është një pagesë e detyruar, duke qenë se ka ardhur një urdhër për mbarimi për t'u ekzekutuar dhe rrezikojmë në bllokimin e llogarive të bashkisë. Këto janë ato që Mirë. Isha dëshirë. Kryetar, faleminderit. Nëse ndonjë nga stafi dëshiron fjalën për ndonjë specifik karakteristike apo t'ja u japi fjalën këshilltarëve fillimisht, në rregull. Po zoti Hoxha? Po, faleminderit zonja kryetare.
Atëre, unë kam disa pyetje që duhet ja kundër të drejtoj në kryetarit bashkisë i cili bëri prezantimin e kërkesës për devijimin e disa fondeve, të cilat në total janë rreth 4.6 milion euro, dhe që sipas shpjegimeve që zoti Alili dha këtu përpara Këshillit, janë 2 projekte, rikonstruksioni i shkollës Marigo Posjo dhe një projekt i dytë, i cili sipas nënkryetarit do të shmangi përmbytjet. Dhe deri tek pjesa që ju deklaroni që do të shmangi përmbytjet, edhe ne jemi shumë dakord që të merren masa për të shmangur përmbytjet, edhe pse kanë kaluar 27 vite që administroni këtë bashki dhe ajo vazhdon të përmbytet. Por, për qenë korrekt nëpërmjet këtyre shifrave dhe dokumentacionit që na është paraqitur, unë për zotin Alili kam e para njerë një pyetje konkrete, me qenë se është edhe i fushës. Jo i fushës SHPK, se keni punuar atje, i fushës në kuptimin si inxhinier. E para njerë, si inxhinier, ku është projekti që ju sa po cituat, se tha 2-3 herë projekti shpjesë e një projekti. Ky i flasim për të pjesës e shmangjes e përmbytje, këto tubacionet që me sa shikoj janë pjesa atyre vizatimeve që ju bënit atë ditë që ne të bënim debat që do të ishit juve kryetari komanduar i bashkisë apo jo, dhe këtu po na shfaqen sot në këtë mbledhje jashtë radhe si dokumentacion teknik dhe ligjor, që në të vërtet nuk i plotsojnë kushtet, dhe unë mendoj dhe shpresoj shumë që ju kur të merrni fjalën që të jepni shpjegime të pranoni këto që unë po them, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me një projekt i nderuar zoti Alili, këtu kemi të bëjmë me disa plansheta, të cilat nuk kanë të detajuar modalitetet se si ju do të bëni procedurën e tenderimit për të kërkuar këto fonde dhe për ta futur në procedurë prokurimi, sepse na përmendet që po i devijoni fondet nga ndërtimi i kopshtit 1 Maj, sepse kishte disa probleme. Ju nuk duhet të thoni kishte disa probleme, ju duhet të thoni që nuk ka një preventiv për kopshtin, nuk ka një projekt të detajuar për kopshtin, dhe ju të nderuar zotrinj dhe zonja këshilltare keni votuar në buxhetin e kaluar 2.6 milion euro për ndërtimin e këtij kopshti, i cili nga bashkia Vlorë, nga stafi që ju përfaqësoni sot këtu, nuk ka pasur një preventiv dhe një projekt të detajuar për atë kopshtin. Pra, këshilltarët socialistë që kanë votuar atë buxhet, se ne fatmirësisht nuk e kemi votuar, kanë votuar që 2.6 milion euro të mbeteshin në ava, pa projekt dhe pa preventiv. Dhe ju duhet ta thoni me zë dhe fort që këta zotrinj ta kuptojnë që kur ne kundërshtojmë me fakte, nuk kundërshtojmë kot. Jo për forcë zakoni, jo se jemi të opozitës. Po ja si ndodhemi sot që 2.6 milion euro, ju zotrinj sot në këtë funksion nuk keni mundësi të tenderoni që të ndërtohet ai kopshti, sepse këta zotrinj që ke gjetur këtu në bashki, që janë një grup të paaftësh, nuk kanë pasur një preventiv dhe një projekt të detajuar për kopshtin 1 Maj. Dhe ti me të drejt vjen sot dhe thua 2.6 milion euro, çfarë do bëjmë? Do t'i djegim? Jo, kërkon t'i devijosh. Tani vim tek pjesa juaj, po që ti t'i devijosh, i nderuar zoti Alili, këto fondet, nuk mund të vish të bësh të njëjtën gjë që kanë bërë para arsit e tu. Zoti Dredha dhe këta zotrinj e tjerë që kanë punuar në zyrën e urbanistikës, në zyrën e projektimeve, sepse edhe këtë ti zotrinj nuk e ke projekt, e ke planshet. Prandaj po të them, nuk e një projekt të detajuar, një, e dyta ke një preventiv. Kush e ka bërë të preventivi, zoti Alili? Ju, personalisht, shokët tuaj, jashtë bashkisë, këta punonësit e bashkisë. Kjo ka element teknik edhe ligjor. Kush e firmos këtë që është ky preventiv tëra, i nderuar? Se ke një kovë 22.000 lekë atje, një kovë gërmimi. E di shumë mirë ti çapo flas. 22.000 lekë, 1 metër kub gërmim, atje ku do të devijosh to lekët. 2.7 milion euro. Zoti Alili, unë të ftoj që në fillim të jesh i kujdesshëm, këtu nuk ke të bësh me njerëz që nuk di nga lidhet gomari, jemi njerëz të përgjegjshëm, lexojmë, shikojmë, pyesim, edhe për ato që s'jemi të s'është pjesë e profesionit ton, marrim informacion dhe kërkojmë miqësisht që këtë projekt vendim që ke sjell jenë në kohë të tërhiqesh, sepse e ke pa projekt dhe pa preventiv. I nderuar, një e para, e dyta. Sa i përket ti projekt vendimit të parë. Çfarë nuk kupton ti zotri kur thua këtu te ky projekt vendimi se jeni ju që e keni kërkuar të mbledhje dhe jeni ju që i keni hartuar të projekt vendime sipas rregullores dhe ligjit? Çfarë nuk kupton ti me ridimensionim, rindërtim dhe ndërtim? Do të devijosh tubacionin? Atje, të ujrave të bardha, pjesë të projektit të depurimit atë shkarkimit të ujrave? Çfarë nuk kupton? Sepse kur thua
ridimensionim, ndërtim dhe rindërtim, çfarë nuk kupton, se nuk kuptohet drejt çfarë do të bësh në një nga këto 3 pika. Një e para, a i ka bashkia Vlorë në pronësi këto asete? I ka marrë? Të kujt janë këto? Janë të bashkisë, janë të ujësjes kanalizimeve, janë të drejtorisë ujrave? Kush i ka këto në pronësi? Se ti nuk mund të marrësh lekët e taksapaguesve dhe të buxhetit të bashkisë Vlorë dhe ti hedhësh në një objekt që nuk është në pronësinë tënde. Dhe këtu nuk e thënë asnjë. Këto projekt vendime që ke sjell këtu i nderuar nuk tregojnë asnjë. The që edhe për kopshtin atje duhet të saktësojmë një pjesë të pronësisë dhe të dokumentacionit të pronësisë të kopshtit 1 maj dhe shumë mirë bën. Po ke gjetur element përveç atyre që të thashun, që ishin ato të parat, pa preventiv, pa projekt, janë miratuar 2.6 milion euro. Nëse ke gjetë element të tjerë që bëjnë shkelje, shumë mirë ke bërë dhe të inkurajoj për të. Vazhdo atje ku ka shkelje të vësh veton që mos bëhen, mos të devijohen, mos të shkojnë lekët dëm, edhe të vazhdojnë procedurat që në pasaja shfaqen ato procedurat penale edhe gjyqësore. Por unë dua një përgjigje për gjitha këto. Pra, çfarë do të thuash ti me ridimensionim, ndërtim, rindërtim? A janë në pronësi këto asete të bashkisë Vlorë ku ti do të devijosh 2.7 milion euro? Dhe ku e ke, zotri nderuar, për shkak edhe të profesionit, ta ripërmend përsëri, ku e ke projektin e detajuar të këtyre 2.7 milion eurove që ne si këshilltar të themi por, zotri, ti ka ardhur me një ide shumë të drejtë për të shmangur përmbytjet dhe do ta japim votën. Ti devijojmë këto fonde nga ku janë miratuar nga projekt buxheti i vitit që po lëm pas, të shkojnë këtu dhe mos të digjen ashtu siç thatë juve deri në datën 15. Po jo me plansheta këtu, zoti Alili, se ne të thash dhe një herë, jemi njerëz të përgjegjshëm, nuk japim vota kot, dhe kemi dhe përgjegjësinë këtu. Secili prej nesh që jep votën ka përgjegjësi. Një e para dhe për të ta ilustruar këtë, siç do të thot projekt, e keni bërë ju vetë, jo se po e bëj unë. Ja ku e ke preventivin këtu, të paraqitur për shkollën Marigo Posio, të detajuar nga studia për kace, me firëm, me vul, dhe projektin e ke të detajuar me firëm dhe me vul, dhe shumë mirë, s'kam asnjë kundër këtij projekti dhe rikonstruksionit të shkollës. Janë me 10 shkolla, ndofta nuk është kjo e para që duhet bërë, ka kopshte të çerdhe që pikojnë edhe që janë fëmijët, ka dhe banja për jashta, bile që dalin fëmijët e vegjël për të shkuar në tualet. Duhen vendos prioritet, jam dakord, hajde diskutojmë në projekt buxhetin e ardhshëm. Këtë e ke, okay, këtë tjetrën, i nderuar, më vjen shumë keq dhe pres si përgjigje nga ana juaj. Kam dhe një pyetje që është teknike kjo. Shikoj këtu këtë preventivin e shkollës Marigo Posio dhe ky zotria Bexhet Dedja që duhet të jetë, kam përshtypjen, projektuesi, thotë që këtë e ka dërguar në datën 25/9/2025. 2025, po. Ne sot jemi data 29, në datën 25/9/2025, thotë ky zotria që e ka kundërfirmosur me firmë elektronike. Kush ja ka kërkuar ti në këtë datë, sepse jemi dhe në hartimin e projekt vendimeve. Pra ju keni komunikim të drejt për drejt me këtë që ky të sjelli preventivin në këtë datë, sepse na duhet që të devijojmë këto fonde, që të fillojmë procedurën e prokurimit, që pasaj këto 4.6 milion euro të grabisin nëpërmjet firmave që paracaktohen për të fituar këto tendera. Unë këtë e kam. Po bën shumë pyetje zot Jorgja, e kam frikë se i mbash mend as vet, kështu që po mundet mi lë shapa sapi të ti përgjigjem. Mbaj shënim më kësta. Edhe aludimet me vjedhje, me historira. Çka ke ti i ri ti si? Po se mërzitet. Po nuk mërzitem, për çfarë mërzitem? Po mos ndry kur ndryva kur folja ti zotri. Më litet të shpjegoj, të qartësoj. Mbaj shënim zotri, siç mbajta unë kur folët juve, mbajta shënim, mbaj shënim. Mësou, s'ka asgjë të keqe këtu. Edhe këta që na dëgjojnë, ta marrin përgjigjen në portë dhe ta vlerësojmë pyetjen që bën ti me përgjigjen që do. Jo, do t'i marrësh me radhë siç ti mora unë zotri, të thash të dëgjova, ke sill projekt vendimin, mbajta shënim nga ato që thatë. Përveç çka kisha nxjerrë në konkluzionet e mia personale dhe po ju drejtoj pyetje, mbaj shënimin nderuar, mos u shqetëso, mos u acaro. Ska këtu jemi për të ndihmuar qytetarët, ne jemi për të debatuar me njëri tjetrin. Po humbe qetësinë ti që ditën e parë, imagjino çfarë do ndodhi në ditën të vazhdimit. Atëherë zoti Hoxha, nëse përfunduat. Ja ta mbaroj se e ka. Po më ndyryrja, unë nuk dyryra kur foli ai. Ju duhet i drishni vreti atij, jo mua, unë isha në drejtën time. Po jo nuk mbarova, ja. Tani përveç kësaj për këto elementet që ne i shikojmë kështu, ta mbaroj, o zonja kryetar, ta mbaroj se. Tani përveç këtij, ja, shiko kamera që flas shumë. S'ka problem. S'ka problem, nuk ka problem. Në 25/9 pra e ka firmos ky zotria, tani Rishtazi ka sjellë të preventimi, kush ja ka kërkuar, pse doli ky që ta sillte sot në datë 25/9? Këtë, sepse do devijoshin këto fonde kërkuar që ta sillte, sepse në të njëjtën kohë ky kur ka fituar projektin për të bërë projektin e shkollës Marigo Posio është data 10/6/2025, pra në qershor.
Zoti Alili, unë ju kërkoj për këto disa sqarime dhe ju thash ato konstatimet e mia, shumë faleminderit, ju kërkoj ndjes nëse u zgjata edhe këtyre që u mërzitën, pak uthull në darkë, është mirë për të gjithë sepse të çliron energjitë negative që mund të jenë krijuar në këto kohë të vështira për Partinë Socialiste. Faleminderit. Atëre, po zoti zoti Aliaj, zonja Begaj, po do t'ja japun fjalën, po pak më vonë. Përshëndetje të gjithëve. Zoti Nikaj, drejtori i seancës nuk e drejtoni ju. Kisha do të ishni ju. Po, të lutem fjala për zotin Ali. Kisha një pyetje për nënkryetarin në këtë projektin që sapo do miratojmë. Desha të dia, është i përfshirë kanali urave të larta që përshkon gjithë lagjen 15 tetori, që fillon nga baseni mbi spital dhe përfundon mbi bashki. Është i përfshirë në këtë projekt apo është projekt tjetër? Faleminderit. Mirë, zoti Aliaj, faleminderit. Zonja Begaj. Përshëndetje, nderuar zonja kryetare, nderuar këshilltar. Si fillim dua t'i uroj kryetarit suksese në postin e ri, në këtë situatë kaotike që është qyteti nga ana inxhinierike. Besoj se askush më mirë se sa një inxhinier do t'i jepte zgjidhje dhe uroj vërtet që të ketë sukses në punën e tij. Tani, unë nuk jam eksperte, nuk jam as inxhiniere, nuk më interesojnë as projektet, asnjë gjë nga ato të cilat u parashtruan më përpara, përveç faktit që nuk dua ta shikoj qytetin përmbytur. Jemi mësuar që punët bëhen nga 2 herë. Lidhur me këtë projekt vendimin, Kub Vlorë, patjetër që mendoj se do të ishte më e mira që si fillim të rregulloheshin një herë ato zorrët e barkut poshtë rrugëve, sesa ta hapen, të mbyllen, të hapen prapë e të mbyllen prapë. Ajo që më shqetëson mua është që nuk ekzistonte përpara ky problem, këta ekspertët që punojnë në bashki nuk e kishin menduar përpara që kjo gjë ishte e nevojshme. Kam përshtypjen që në bashki punojnë inxhinier në stafin e bashkisë. Duhet vinte patjetër një par me profesion inxhinier për ta zbuluar këtë gjë e para. Edhe me këtë gjë dua të them që ndoshta ata që nuk bëjnë punë gjejnë vendin e duhur. Nuk e di, po. Mos vazhdojnë paguën nga taksat tona. Tjetra, rikonstruktimi i shkollës Marigo Posio. Po a është koha e duhur për rikonstruktim? Po, tani fillon shkolla. Ku do shkojnë këta nxënësit? Është shumë e rëndësishme të mendojmë që kjo shkollë ka një numër të konsiderueshëm nxënësish që do vazhdojnë ndjekin studimet aty. Dhe më duket kohë e papërshtatshme për rikonstruktimin e kësaj shkolle. Dhe treta, me këto fondet që u hoqën që paksohen nga investimet në programet e mparshme, kur do zvendësohen këto? Se jam e sigurt që rikonstruksioni i shkollës 1 Maj, mobilimi i shkollës Avni Rustemi, strukturimi i trotuareve e tjera, edhe këto janë shumë të rëndësishme. Kur do të zvendësohen këto? Faleminderit. Faleminderit e nderuar zonja Begaj, po zoti Xhyeri. Jo, i mbaj mend, tani i kam fut gjitha në mendje, kështu që vetëm pyesin, po janë rregull, mos e vrin. Po Daud, po merr. nuk e di kur do marri formë ky projekti që ne kemi për audion e kam fjalën. Se ngelëm si këngëtar dasmash, me thënë drejtën, kemi 3 vjet e kemi përcaktuar dhe në buxhetin e Këshillit Bashkiak se kur do marri fund kjo. Do me thënë edhe bashki më të vogla se ne audion e kanë shumë në rregull, jo me mikrofon kështu. Ndoshta, po, e lëm vetë. Tani e para njerë me qa Iku audio, më brigasile. Me qa kuptojmë, s'kër kemi një modifikim të buxhetit. Tani, minimumi, e kam me këshilltarët, e majtë që ngrënë dorën në alçi edhe në beton, minimumi duhet të kërkojnë falje. Na falë, pas kemi bërë një gabim në planifikim, në buxhet.
duhet të kërkojnë falje minimumi. Kjo e para. E dyta, tani nuk e di kujt duhet i drejtojnë për pyetjen, do të thënë kryetarit apo ndonjë inxhinieri teknik. A merr fund saga dhe Eda skandinave dhe irlandeze më shkat citoj nga leksioni profesores e përmbytjeve me këtë projekt. Pra, ky projekt që është planifikuar dhe në ka ardhur si projekt vendim. Ky jep zgjidhje një herë mirë çështjeve të përmbytjeve apo ka nevojë për projekte shtesë? Nëse ka nevojë për projekte shtesë, bashkia a ka fonde për këto 2 apo 3 projekte të tjera që i vinë në ndihmë këtij projekti? Pra si do e zgjidhni çështjen e fondeve? Ka fonde apo s'ka fonde? Nëse s'ka fonde, si do i gjej fondet? E fundit. Nëse ka nevojë, jemi gjithmonë tek varianti që ka nevojë për projekte shtesë. Kjo është vetëm një pjesë e zgjidhjes. Atëherë, mos bën vaki të lihet në hares, nuk zgjidhen ato 2 projektet e tjera shtesë që të kompletojmë projektin final për t'i dhënë zgjidhje një herë mirë problematikës. Se çfarë bëjmë? Do me thëmë, bëjmë një qethje gjysmë edhe lëm gjysmën tjetër pa u qethur, edhe në fund fare prapë shëmtuar dalim. Faleminderit. Mirë, zoti Xhyeri, ju falenderoj, po zonja Allushe? Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë këshilltar. Unë dua të parashtroj një pyetje, njëkohësisht një kërkesë edhe nga ana e banorëve të rajonit nr. 4, lidhur me kanalin e Naumkës, një kanal i cili për 10 vite paraqet një problem shumë të madh për banorët e zonës atje, një problem gjithvjetor jo vetëm në Stinën e Verës. Është menduar ndonjë gjë lidhur edhe me këtë projekt që ne po na parashtroi ditën e sotme, një ndërhyrje në kanalin e Naumkës për shkak të problematikave të jashtëzakonshme që ka në zonën përreth, sepse në fakt është një problem që besoj kolegët këshilltar e din, nëse nuk kush prej jush ende nuk e ka parë si zonën e ftoj që të shkoj dhe ta shoh se si është kjo zonë dhe në mënyrën në cilën banorët jetojnë atje. Gjithashtu do doja edhe të bëja një falënderim lidhur me rikonstruksionin dhe ndërhyrjen që do të bëhet në shkollën Marigo Pozio. Është një kërkesë prej disa vitesh e banorëve që jetojnë rreth asaj shkolle, por njëkohësisht e prindërve të nxënësve që studojnë aty për të ndërhyrë dhe për të marrë masa, dhe sigurisht ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe faleminderit që po ndërhyni në rikonstruksionin e kësaj shkolle. Faleminderit. Faleminderit zonja Allushi, po zonja Bezhani? Faleminderit të nderuar kryetare. Tani unë dëgjova dhe diskutimet e kolegëve dhe diskutimin që bëri zoti Hoxha unë e mbështes plotësisht. Dhe pyetjet që ai drejton zotit kryetar të bashkisë të komanduar qëndrojnë dhe duan një përgjigje, sepse edhe ne si pjesë e pozitës në kuadër të realizimit të atyre punëve të mira për shkak të problematikave të paraqitura në qytetin ton, jemi të interesuar që këto punë të mira të realizohen. Në fakt ato pyetje që kishte zoti Hoxha lidhur me pronësinë nëse bashkia e ka pronësinë në zonën ku të ndërtohet kolektori, dhe një pyetje tjetër përsëri e bëri zoti Hoxha që meqense investimet madhore prokurimet e tyre kanë një afat në bazë të udhëzimeve të Ministrisë Financave deri në datën 15 tetor, a drejtoria e financës dhe sektori i prokurimeve e garantojnë që ta realizojnë këtë proces, këtë procedurë të prokurimeve për të realizuar më pas investimet që do të kryen, sepse në fakt buxheti është një planifikim dhe planifikimi jo gjithmonë mund të dali dhe të realizohet ashtu siç planifikohet, sepse të na dalin dhe emergjenca. Qëndron edhe fakti që në bashki pavarësisht mund të kenë patur projekte të realizuara ose të realizuara me jo korrektes, por jemi në kuadrin e asaj që ne gjithmonë kemi bërë vërejtje tek administrata e bashkisë që duhet të punojnë, duhet të angazhoheshin më me forcë dhe me korektësi për të realizuar gjitha ato projekte dhe planifikime që kanë bërë. Mbasi jo 100%,
por unë do të këshilloja edhe për pjesën tjetër për vitin që vjen, që përpara se të bëhet një planifikim i buxhetit, qoftë për shpërndarjen e fondeve administrative apo për shpërndarjen për investime, unë do t'i ftoja edhe kolegët e opozitës. Sepse zoti Nika, më falë që po ta them, po në kuadër të gjitha atyre prezantimeve që ju keni bërë lidhur me planifikimin e buxhetit, unë do të doja që angazhimin të gjithë ta kishim përpara se të bëhet buxheti. Jo vetëm në momentin kur jemi për të miratuar një buxhet të cilin e ka hartuar administrata e bashkisë. Do të doja shumë angazhimin e gjithëve, meqense të gjithë pretendojmë që jemi njerëz serioz, kërkojmë të bëhen punë të mira në Bashkinë e Vlorës, do të doja që idetë dhe mendimet që kemi t'i ja themi administratës përpara se ajo të hartoj buxhetin e vitit pasardhës. Duke u nisur gjithmonë nga prioritetet, nga ato gjëra të rëndësishme që qyteti ka nevojë për të realizuar. Duke patur parasysh edhe eksperiencën e një vitit të mëparshëm, të pasuksesshëm, ose eksperiencën edhe të viteve të tjera ku ka qenë e rëndësishme dhe ka qenë imediate për të realizuar disa gjëra dhe disa investime në Bashkinë e Vlorës, të cilat janë në shërbim vetëm të qytetarëve. Ju falemnderit. Faleminderit e nderuar, për zoti Nika. Atëherë që t'i kthehemi dhe buxhetit të vitit 2025, duke marrë shkas edhe nga fjala e kryetarës komisionit, unë dua të kujtoj që jo më larg se mesin nëntorit, unë kam bërë 21 amendamente me shkrim ose rialokim fondes për buxhetin e vitit 2025, sistemime të ndryshme për ta bërë buxhetin më atraktiv edhe ta çuar në ritmin e duhur. Një nga këto propozime që u kam bërë ka qenë edhe heqja e këtij kopshti, edhe rruga transballkanike trotuare, që i kam kërkuar pasi nuk i pash të domosdoshme dhe është luks për sa i përket asaj pjese. Diskutimet pak a shumë i keni parë dhe i mbani mend shumë mirë. Kështu që unë ka nevojë vetë të rri me bashkinë. Në komisionin e i kemi quar ato dhe ka qenë, mos harrojmë, mbledhja e komisionit për buxhetin 2025 ka zgjatur rreth 5 orë, 6 orë, dhe gjatë asaj mbledhje çdo gjë është miratuar me arrogancë nga pjesë e komisionit, por qoftë edhe në Këshillin Bashkiak, duke mos marr parasysh asgjë. Qoftë pjesa paketës fiskale, qoftë rialokimin e fondeve të ndryshme, qoftë edhe projektet që janë fjalë. Tani, për sa i përket pjesës se unë dëgjova me shumë vëmendje kryetarin e bashkisë, komanduarin, unë kam dëgjuar me vëmendje që tha që kopshti nuk bëhet sepse ka dhe probleme ligjore dhe ka pasur problematika të ndryshme në projekt. Atëherë, ose neve informacioni që na është dhënë nuk është i saktë, ose është i manipuluar, ose nuk e di çfarë ndodh, sepse këto problematika nuk na janë dhënë në kohën e duhur dhe unë dua t'i bëj një pyetje kryetarit të bashkisë. A mban përgjegjësi dikush për këtë keq informim që i bëhet një ekzekutivi siç është Këshilli Bashkiak? Sepse ne nuk kemi ditur këto gjëra dhe dalin për herë të parë, megjithatë ne do thollohemi në ditët në vijim për sa i përket këtij projekti. Për sa i përket pyetjeve i ka shtëruar gjithë zoti Hoxha, unë kisha vetëm 2-3 pyetje. E para njëherë, a janë në pronësi të bashkisë këto kanale të cilat do investojnë këto fonde? E dyta, unë besoj që është i pa kompletuar pjesa e kanalizimeve. Ne jemi pro për qytetin e Vlorës, jemi pro zhvillimit, jemi pro çdo gjëje, por me sa po shikoj po ecim në të njëjtin ritëm që ishim dhe para 2 vitesh dhe para 1 viti. Dhe ju ftoj këshilltarët e majt të mos bëjnë të njëjtat gabime, të cilat ja u kemi përsëritur gjatë këtyre 2 viteve. Për të ndihmuar dikë që vjen në detyrë, merrni vendimet gabuara duke mos i çuar në vendin e dyr. Ju mund ta ndihmoni këdo duke i vënë të metat dhe duke e kundërshtuar për t'i bërë gjërat më mirë. Nuk e ndihmoni duke i miratuar pa parë, pa lexuar, pa i gjykuar edhe pa i monitoruar gjërat ashtu siç janë. Faleminderit. Faleminderit zoti Nika, po zoti Elezi. Faleminderit zonja kryetare, nderuar zoti Aleli, së pari dëshiroj t'i uroj suksese në këtë periudhë dhe për misionin që keni marrë përsipër për të çuar përpara punëve të bashkisë. Uroj suksese. Duke qenë se jemi tek një mbledhje jashtërake për alokim fondesh, më bjen në sy fakti i interesimit të menjëhershëm nga ana juaj për mbytjen në Vlorë. Në fakt ne këshilltarët e opozitës çdo vit prej vitesh, edhe në këtë këshill, po të gjithë këshilltarët pothuajse prej shumë vitesh kanë atakuar administratën e bashkisë për mbytjet, të cilat pothuajse janë bërë rutinë e përditshme pas çdo shiu që bie në Vlorë. Mbear,
në dimër po e po. Duke qenë se jemi tek fakti i mosdjegjes fondeve, është në interes të qytetarëve dhe ne jemi këtu për interesi publik të qytetarëve, mosdjegja e fondeve dhe shmangja e marrja masave të mëhershme për shmangjen e përmbytjeve. Natyrisht që ne si këshilltar jemi pro zhvillimit, projekteve zhvillimore dhe natyrisht që një projekt i cili është për të mirën e qytetarëve, sigurisht që do ketë mbështetjen e këshilltarëve jo vetëm Partisë Demokratike, por të gjithë këshilltarëve të opozitës, paktën në gjykimin tim. Duke qenë se jemi tek analizimet, i nderuar zoti kryetar në detyrë, dua t'ju kujtoj se në këtë këshill kam ngritur disa herë interesimin e disa qytetarëve, shqetësimin e qytetarëve për pastrimin e kanalit e Albashus. Është një kanal që sipas qytetarëve ka prej shumë vitesh që nuk kanë marrë masa pastrim e tyre. Do t'ju lutesha i nderuar që krahas këtyre punimeve që ju keni menduar për kanalizimin të interesoni dhe për këtë shqetësim që kanë qytetarët që banojnë tek lagja Kushtrim, po ke parasysh. Faleminderit gjithë mirë. Faleminderit i nderuar zoti Elezi, po zoti Bellaj. Faleminderit zoti zonja kryetare. Edhe unë doja ta filloj me një urim për kryetarin e ri, punë të mbar. Unë kisha një dy pyetje për të bërë drejtoresha zyrës së urbanistikës, kush është përfaqësuesi i zyrës urbanistikës sot këtu në mbledhje. Në buxhetin e vitit 2026 ishin parashikuar dy investime në njësinë administrative Orikum, rruga Jul Qezari dhe një kënd sportiv në shkollën nëntëvjeçare. Doja të dija sepse po mbaron viti, jemi në tetor dhe 3 muaj janë, në çfarë pike janë këto dy investime që janë parashikuar për në Orikum. E para dhe e dyta, në njësinë administrative Orikum ka pak kohë që ka filluar riveshja e fasadës, pallateve të fasadës, dhe ka filluar keq, ka ngelur një 4-5 pallate që janë po në fasadë, po nuk janë në qendër. Kush e bën përzgjedhjen e fillimit të këtyre punimeve, nga ku fillon? Se unë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por besoj se një bashkëpunim me bashkinë e kanë ata sepse ka ngelur 2-3 pallate që janë nga më të vjetrit edhe janë në bulevard. Erdhi tetori dhe 3 muaj ngelen nga 2000, nuk e di këto investimet në Orikum. Rruga Jul Qezari dhe një kënd sportiv në shkollën nëntëvjeçare. Kush do më japi një përgjigje? Faleminderit. Faleminderit. Po zoti Arabi? Përshëndetje. Pikës pari, ne zoti Alili jemi mësuar me drejtimin e këtij këshilli vetëm me shkelje procedurash, me shkelje rregulloresh, dhe për së vërtetës nga ana juaj mbledhjen e kaluar prisja që ta kërkonit vetë mos shkeljen e rregullores dhe të kërkonit votim të fshehtë, që të shikoni dhe besimin që kishin këshilltarët socialistë ndaj jush. Por dhe ajo mbledhje si gjithë mbledhjet e tjera ashtu vazhdoi. Për së vërtetës edhe zoti Dreda ashtu e nisi dhe përfundimi ishte. Prandaj të sugjeroj që ti shikosh me vëmendje këto gjëra sepse kam frikë se do përfundosh po ashtu si zoti Dreda. Se janë këta prap, kjo administratë do të lëshoj. Sepse ka pa 2 gjëra nga fjala juaj. E para, te rikonstruksioni te kopshi thatë që kishte probleme me gjendjen juridike. Do të thot, se e ka dhe pak dhe zoti Nika, do të thot që kur na i kanë sjell në buxhet këto gjëra ishin parë, që nuk kishte probleme me gjendjen juridike të kopshit. Së dyti, thatë që ky do të jetë loti i parë i këtij problematike për heqjen e përmbytjes nga qyteti i Vlorës, do të thotë që do ketë disa tjera, do të ketë dhe lote tjera më mbrapa. Dhe ajo që kapi dhe zoti Hoxha, prandaj them që e keni filluar gabim. Shikojmë që mbledhja është që në datë 23, kurse preventivi ka ardhur në datë 26 i projektit. Do të thotë që janë të koordinuara apo është thjesht rastësi kjo punë. Prandaj po them shikojini me kujdes se kryetari është mësuar me këto shkelje rregulloresh, shkelje procedurash. Këto kishin. Faleminderit zoti Arapi, po. Faleminderit për fjalën. I urojmë punë të mbar kryetarit komanduar dhe
të themi dhe një gjë që herë parë që vim me harta, edhe kjo është gjë e mirë, po mos të kthehemi te pyetja për problemin juridike të Kopshtit 1 Maj, sepse kam qenë vetë unë që e kam diskutuar edhe kam pyetur administratën. Ka probleme, edhe shumë këshilltar nga ana ndej kanë thënë që jo, s'ka probleme, sepse banojnë atë lagje. Dhe kjo është për të kuptuar që edhe në mbledhjet e tjera ne duhet të pyetemi si këshilltar, sepse prandaj jemi zgjedhur. Edhe prandaj jemi zgjedhur dhe është mbledhja e tretë që nuk ka pika të ndryshme. Edhe ne flasim vetëm për ato që na sillni ju. Te pikat e ndryshme edhe ty do të duhen si kryetar të dish problemet e qytetit, me që ke ardhur, me që ke ardhur të zgjidhësh këto probleme, sepse në 2 vjet nuk u bë asgjë dhe ne si këshill, si opozitë e kemi denoncuar gjithmonë. Po gjithmonë këshilltarët e opozitës gjithmonë kanë kundërshtuar, domethënë sikur kemi ne interesa. Unë jam i pari që dua të bëhet ai kopsht në lagjen time, po që e dija që ka probleme. Kjo ishte. Mirë. Po zoti Rokaj? Faleminderit kryetarin. Përshëndetje koleg. Lidhur me Fjala për zotin Rokaj, ju lutem qetësi në sallë. Lidhur me projekt vendimin që është paraqitur, vlen të përgëzohet administrata e bashkisë për këtë devijim të fondeve, për arsyet që janë thënë, për kopshtin numër 1, por kryetari kush është? Administrata sa ishte e bëjshën. Po, unë e vlerësoj këtë projekt vendim dhe ky fond kalon në pikat më të nxehta, më problematike që ka Vlora. E para është kanalizimet që unë e vlerësoj si projekt, edhe pse pak me vones. Projekti është në disa lote. Ky lot që kërkohet të miratohet sot dhe i do miratohet, është nga, po patjetër, se është i domosdoshëm. Është i qartë nga rruga. Kur kishin fjalët juve unë të dëgjova. Gjithashtu zoti nuk ka asnjë lloj manipulimi, ne e kemi parë edhe në komisione, kemi diskutuar edhe me administratën, fillon nga rruga 1 ose Albano Romina deri te kanali hapur. Do rindërtohet, sepse bëhet pyetje te kryetarit, a ishte rindërtim apo ndërtim nga e para i gjithë këtij rrjeti. Dhe unë mendoj që kjo do jap një zgjidhje jo përfundimtare, po do jap një zgjidhje sidomos pellgut tek rruga Albano Romina dhe te tregu. Dhe unë jam pro këtij projekti. Në të njëjtën kohë dhe për shkollën jam pro projekti dhe u bë thirrje kolegëve ta votojnë. Faleminderit. Faleminderit, mbaroi sesioni i pyetjeve. Kryetar, fjala për ju, më pas fjala për drejtorinë urbanistikës, kush do ta marrë fjalën nga stafi. Faleminderit. Atëre drejtori asetë do thoj për pronësinë e kanaleve dhe çdo gjë, drejtori juristik. Po, fjala për ju. Atëre, duke dëgjuar me vëmendje të gjitha shqetësimet, po dhe problematikat e ngritura në ju, po i përgjigjem ma pasapi pa dashur të specifikoj se pyetjet e cilit për ju ishin. Ka një, nuk duhet ta quaj politik, po ka një vëmendje kryesore për sa kohë do jemi në vazhdimin e punëve të bashkisë, ka një vëmendje kryesore për rehabilitimin e të gjithë kolektorëve të ujrave të larta të qytetit të Vlorës. Ka një vëmendje kryesore për rehabilitimin e kanalit të Sjavit. Është një nga kolektorët e tjerë kryesor që fillojnë që nga Bishti Kaldrëmi dhe del në Lungomare. Aktualisht përpara disa muajsh me suportin e Ministrisë së Mbrojtjes është bërë heqja e soletoneve këtyre të këtij kanali, është bërë pastrimi dhe ka qenë një fazë fillestare. Jemi në një fazë që vëmendja e qeverisë është fokusuar te ky kanal dhe është duke u studiuar rehabilitimi total i këtij kanali me një projekt i cili mendohet të financohet nga qeveria shqiptare. Vazhdojmë me kanalin e Naumkës. Sot që flasim, pritet kemi një suport po prap nga Ministria e Mbrojtjes me
mjetet e tyre, duke bashkërenduar dhe me mjetet e Bashkisë Vlorë dhe mendohet në javën e vazhdim të ndërhyet dhe në këtë kanal fillimisht me pastrimin e tij dhe për të vazhduar me pjesën e rehabilitimit përfundimtar. Në lidhje me projektin që ju kemi prezantuar në këtë rialokim fondesh, ju them me bindje që nuk janë disa skica, nuk janë disa vizatime. Ajo plansheta që shikoni është ndoshta fleta më e rëndësishme e gjithë projektit, sepse tregon gjithë rrjetin hidrik të qytetit, një rrjet hidrik që ne kemi ditur, inxhinierat më të vjetër e kanë ditur, por nuk është ndërmarrë asnjëherë një hap konkret për t'i rikthyer, rehabilituar dhe ridimensionuar këto kanale. Ky projekt është një projekt i detajuar hidrik, ka planimetrit, ka seksionet e kanaleve në cilat kalon, dhe ky projekt është vetëm një lot i rehabilitimit total të gjithë ujërat larta. Me anë të këtij projekti ne zgjidhim situatën e rrugës Albano Romina, rrugës së Kishës dhe për të vazhduar me ndërtimin e kanalit të madh të Fushës. Hapi i ardhshëm është rruga e cila është rruga e universitetit dhe nga pika fundore ish vola në drejtim të Albano Rominës. Ky është loti i dytë, por nuk do të thotë sepse ne jemi duke bërë njërin lot dhe këto nuk funksionojnë pa u bërë të dyja lotet, por loti i parë është loti që ka efektin më të madh për parandalimin e përmbytjeve dhe merr pikërisht këto dy rrugë që ne thamë. Në lidhje me pjesën e projektit shkollës Mariko Posio. Shkolla Mariko Posio është hartuar një projekt i cili ka qenë një procedurë e tenderuar nga Bashkia Vlorë. Projektuesi ka dorëzuar projektet sipas afateve në momentin e kontratës që ka lidhur me Bashkinë e Vlorës. Ajo që ai është kërkuar projektuesit për disa detaje teknike të caktuara që kanë të bëjnë me shtresat e fushave të sportit, që kanë të bëjnë me një specifik në lidhje me mos përputhjen e një rakordimi të disa shtresave me sipërfaqe, si dhe duke ditur që tashmë çmimet e manualeve janë gjatë gjithë kohës në përditësim, i është kërkuar një saktësim në zyra urbanistikës. Dhe ajo që ju shikoni është një saktësim për këto detaje që janë detaje aq të vogla. Sepse ja është pyetur konkretisht për këto 2-3 pyetje. Po, në lidhje me këto saktësime dhe janë fare të parëndësishme për pjesën e, janë të rëndësishme për detajin e zbatimit që ne mos jemi përpara faktit me kontraktorin që do jetë nesër të bëj punën, të kemi përplasje në lidhje me shtresat e fushë. Ishte okej në lidhje me ato. Okej, në rregull, ngelen për diskutuar ato. Pjesën do t'i shkoj me vëmendje, mund më nxjerrësh, ai diskutojmë bashkë në çdo moment. Jam i interesuar. Dhe pa dal në pjesa e që nisa të shpjegoja. Bashkarisht me këto projektet, me këtë projekt që ne jemi duke futur në buxhet, ka qenë projekti i parashikuar i kolektorit ujërave të larta dhe do jetë një projekt që është në blok me këtë projekt. Është projekt që është në buxhet, ka kaluar me këshill dhe do të nderohet para datës 15 tetor. Në lidhje me problematikat që ju ngrini për hartimin e projekteve që ndoshta dhe me të drejtë janë hartuar nga zyra urbanistike, po ju them me bindje ka pas probleme. Në këndvështrimin tim teknik është diçka që duhet evidentuar, por ju siguroj që në vazhdimsi këto probleme përveç disa rasteve që mund të jenë të parëndësishme do jenë vëmendjen kryesore mos të ndodhin më. Gjithashtu dua ta evidentoj dhe këtë pjesë që ne sot flasim jemi përpara faktit që kemi projekte të tenderuara dhe përballemi me kompanitë që i kanë
fituar këto projekte për shkak të mos përputhjeve projekt me situatën në fakt. Kjo nuk është një gjë për cilën ne jemi krenar, madje unë mendoj që është ndër problemin kryesor të administratës sonë, sepse është diçka që zotin Nika, zotin Zot, më fal, më lejo të vazhdoj. Më lejo të vazhdoj. Atëre, mos përputhje nuk gjenden vetëm në projektet e Bashkisë Vlorë, po gjenden në çdo projekt që artohet në Republikën e Shqipërisë. Dhe në të gjitha, po mirë, po marr rastin në analogji, dhe në të gjitha rastet ka pikë të parashikuar në kontratë ku autoriteti kontraktor në të gjitha rastet i evidenton këto mos përputhje dhe është procedurë ligjore, këto ndryshojnë për shtaten në funksion të rritje cilësisë dhe përfundimit të projektit. E ngrita këtë shqetësim si një problematik me të cilën zyra e infrastrukturës, zyra urbanistike, sigurisht bashkë dhe me pjesën tjetër të stafit me kryetarit, janë duke punuar dhe ne do t'i finalizojmë këto projekte. Nuk janë projekte që kanë për ngel për gjysmë. Shpresoj në lidhje me shqetësimin për nxënësit ku do sistemohen pasi të bëhet rikonstruksioni i shkollës, ka disa plane, mund të bëhet të ndahet godina në 2 pjesë, të zhvillohet aktiviteti në njërën pjesë godinës, do shikohet mundësia që të kemi një zhvendosje provizore të nxënësve, kjo ngelet për të vlerësuar në vazhdimsi. Në lidhje dhe me një pyetje tjetër, do të kemi ne mundësi financiare për t'i financuar këto lotet e tjera. Në analizën që kemi bërë, po mendoj që do t'i vazhdojmë dhe ky nuk po nis si një projekt pilot, ky është një projekt konkret me impakt me njerëshëm dhe pjesët e loteve tjera ne i kemi studiuar, i kemi analizuar, kemi parashikuar dhe kostot e tyre dhe mendoj dhe jam i sigur që do t'jenë në parashikimet e buxhetit të ardhshëm. Në lidhje me 2 projektet e Orikumit, besoj para datës 15 tetore dhe ato 2 projekte do tenderohen, ka pas disa plotësime dhe për ato projekte, me thënë drejtën. Akoma jemi duke i rishikuar disa detajet të fundit, po janë projekte që do zbatohen. Kaq, shpresoj që t'ju kem dhënë përgjigje në lidhje me... Mirë, kryetar, ju falenderoj. Atëre jemi te pika e diskutimeve, nëse dikush ka për diskutuar diçka, po zoti Gumbardi? Falenderit kryetare. Suksese në punë inxhinier. Uroj ta keni seriozisht me këto që po bëni, pasi këtu gjitho projektet që neve i kemi kundërshtuar si opozit që tha dhe zoti Hoxha, nuk kam pasur asnjëherë qëllim mos bërjen në funksion të qytetit të Vlorës, por këtu mbiem ndesh me disa problematika që kur ne kundërshtojmë, si që tha dhe zoti Novruz, vota është gati, hajta edhim në vot, kanë shumicën të kalojmë dhe ne dalim si ku nuk duam asnjë gjë. Ti kthehemi pak fakteve pavarësisht se nuk kanë të bëjnë me ju, ju jeni pjesë e këtij qyteti në zhvillimin në punën ku keni qenë si inxhinier. T'ju bëj një fakt që ta dëgjojnë dhe këshilltarët që ngërën dorën. Punët publike në qytetin e Vlorës u pezulluan me dashje për një qëllim caktuar të ishin zotin Dreda, të gjitha bashkë po gëzojnë sot. Kur neve këtu në këtë këshill i kemi bërë vërejtjet tona për këtë qytet. Çuditërisht me ekjen e zotit Dreda dhe ardhjen tuaj si i komanduar, të gjitha firmat që nuk varen nga bashkia, por janë nga qeveria, të gjitha fillon punë. Te Kapelja ka 3 ditë nderuar, mbyllen të gjitha rrugët dhe ne nuk vëm do të çojmë fëmijët në shkollë, i çojmë në orën 8:30, mund të pyesë çdo prind që kalon në atë rrugë, pse për një polis bashkiak.
Kemi kërkuar këtu për gjithë kanalet dhe për mbytjet, kemi bërë dhe kallëzim penal për arsye se nuk na dha as drejta të pyesnim pse u përmbyt Vlora. E dini ju sa lek janë harxuar këto 6 muaj për pastrimin e kanaleve që mos të mbytet Vlora? Tregojeni një herë publikut, tregojeni një herë të gjithë qytetarëve të Vlorës, tregojeni një herë këshilltarëve sa lek janë harxuar në Bashkia Vlorë për këto përmbytje. I tregoni një çfarë do bëni dhe të gjithë neve pse do votojmë kundra, pse mos na dëgjoni, pse mos ti diskutojmë dhe të bëhet një plan për gjithë përmbytjen. Siç tha dhe zoti Ilir, na kanale gjithë siç i keni në projekt, normalisht që lekët kanë qenë dhe janë, se gjithmonë i shikojmë që janë, po lekët zhduken. Po të shikosh i nderuar dhe prevektivin këtu, 1 metër plak është 52.000 lekë. Të gjithë keni shtruar plaka në shtëpi, unë jam dhe në fushën e ndërtimit, të më gjej një njeri na ju këshilltarët, 1 metër plak e keni të shkruar këtu 52.000 lekë të vjetra dhe 1 metër plak banjoje 33.000 lekë të vjetra. Pra të nderuar, para se të ngrini dorën, hajde t'i bëjmë gjërat e të ngrëm dorën të gjithë për votat dhe për qytetin, se nuk përmbyteni juve dhe neve nuk përmbytemi. Përmbytemi të gjithë, nuk vjen fëmijët në shkollë, janë bllokuar të gjitha rrugët. Dhe ju bëni se hirë se s'flisni dot ju kuptojmë, prandaj flasim neve. Hajde shikojmë gjërat të bëhet një projekt për të gjitha. Këto të ujit janë mbytemi të gjithë, por mos të bëhet një kanal me këto preventiva, se u dogjen lekë shpejt e shpejt dhe ju të ngrini dorën se mezi po prisni të mbarojmë mbledhja. Jo, ta ngrëm dorën të gjithë bashkë, se Vlora është e të gjithëve, zotëria ka ardhi komanduar, do ri do iki punë e tia, zotin Ermale hoqët mirë bët, por nuk është çudi kjo që po ju them që të gjithë firmat filluan punë tani, nuk e vini re në qytet që firmat janë atë Tirana, nuk janë të bashkisë. Pra, Zoti Gumbardi, të lutem të jo e nderuar, jo, se janë për qytetin tim, këta që vene ikin për diçka tjetër. Për diçka tjetër, këto janë vjedhje pastër, se nuk ka njeri të blej 52.000 lekë 1 metër plak. Hapet të lutem, ndaloj nderuar, hapet e faqa, akuzën i përgjigje mund. Hapet e faqa 3. Atëherë zoti Gumbardi, shikoje 52.000 lekë, të lutem. Manualit po manualit leta drejtë këshilltarët se kam blerë njëri plak për shtëpi, 52.000 lekë një plak porcelani. Ne nuk mund dalim jashtë. Po dakord, mos dilni jashtë. Ne flasim ti dëgjojnë qytetarët, se Vlora që është e bllokuar çdo qytetar dhe këto problematikat e mëngjesit nuk e di ke kaluar s'ke kaluar, për një policë bashkiak bllokojnë rrugët. Në qoftë se jam gabim, thoj që e gabim dhe nuk kam asnjë problem. Te kjo gabim nuk je pjesë, te kjo pjesë nuk je gabim, jam i sigurt që ka rruga të shqetësim që ke ti e evidentoj dhe unë, evidentoj dhe këshilltar dhe majt, por është diçka që hajde ta raportojmë, ta bëjmë bashkë të pjesë. Po ta bëjmë bashkë, po themi. Ata polica janë. Ata 30 polica. Po një të kalojmë që është pika një e qytetit. Po një jeni ju. Një jeni ju, zoti Gumbardi. Jo. Dëgjoj zoti Alia. Shqyr, dëgjoj edhe një herë se mos nuk e ke dëgjuar. Dëgjoj edhe një herë ta mbaroj. Zoti Alia, dëgjoj. Po dëgjoj edhe një herë ta them, Po të ngrëm dorën të gjithë, po dëgjoj edhe një herë çfarë thash. Ti tregohet një herë qytetarëve. Zoti Gumbardi, faleminderit. Kryetare. Shqip mastruza jemi. Avash, se më zi. Avash ti. Ku i avash? Ku ti do të them?
kryetar që të doni edhe i zili si të doni. Ta mby një fjalë kam. Atëre. Po zoti Alia që ta mbyse me ju e kishit se më pëlqen që me çdo kryetar i bën qefin. Thash për mbytja është për gjithë qytetarët, nuk është. Po jo, e kam gabim kur i kam bërë. Po jo, Nuk kam... Po, unë, dëgjoj, dakord, thoje po për këtë kopshi që kundërshtuam neve ngritët dorët që të gjithë. Atër, zoti Gumbardi, të lutem, diskutimi nuk është i pafundëm. Jo, të lutem, besoj se e mbylle, faleminderit. Po, zoti Hoxha, po. E ndërpreu që nuk keni një politë të mani derën. Po, zoti Hoxha, fjalla për ju. Që ta... O, Elir, nuk kam nevoj se shqyqyr. Jo, unë thash atë që kur i kam qor unë tortë në zoti Dreda për mos bërje, unë ngrit e tio që me vrap. E kaj. Leta mbyllë, e kisha për përmbytje dhe thash për përmbytje zoti Alia me që më ndëryrje 2 herë, thash jemi të gjithë pro, po në ratë të parë, le të thuen sa lek janë agjuar për këto kanale që ne kemi kërkuar të bëhet një projekt i sakt, mos të bëhen ndërhyrje dhe jemi të gjithë pro. Të po të. Bardi, fjalla për zotin Hoxha, të lutem. Dale pa këtë. Unë e ndëgjova me kujdes në kryetarin e bashkisë lidhur me pyetjet të cilat i parashtrova, po i rikthem dhe njerë me shpresën që mund të marrë një përgjigje definitive për të bërë të mundur që edhe unë ta jap votën time pro këtij projekt vendimi. Në të kundër, po e deklaroj që do votoj kundër këtij projekt vendimi sepse jam i paqartë nga ana teknike dhe ligjore për devijimin e këtyre fondeve. Siç i përmenda zoti Talili dhe preventivin dhe projektin e shkollës Mari Goposio, me gjithë disa pasaktësi që mund të ketë dhe që zoti Alili pretendojnë që i kanë pasur komunikim me projektuesin dhe janë saktësuar, ky është okej nga ana teknike dhe ligjore, të paktën si na paraqitet ne. Pra ka një projekt të detajuar, ka dhe një preventiv të miratuar, volumesh, lidhur me punën që do të kryet dhe normalisht vlerën të cilën kërkoni që të devijohet për rikonstruksionin e shkollës Mari Goposio. Tani për të rikthyer përsëri te kjo pjesa e përmbytjeve, se duke vendosur të pjesën kryesore që ne pretendojmë të shmangim për mbytjet, thuhet që t'japim dakordsi. E thash në fillim të fjalës time, edhe unë jam shumë dakord që ne të investoj bashkia, qeveria dhe ne t'japim mbështetje për të bërë të mundur që të mos përmbytet më qytetarët, rrugët dhe bizneset në të cilat ka pasur problematika. Por rikthehem dhe insistoj zoti Alili edhe një herë. Për qenë korrekt, edhe për thash, për të dhënë dhe unë votën time pro, nëse juve do të më jepni një përgjigje definitive dhe do të bëni të mundur që të kem në dispozicion dokumentacionin tekniko-ligjor. Ky preventiv i nderuar është i pakundërfirmues. Kush e ka përgatitur këtë preventiv? Se ne do japim jam 2.8 milion euro, zotri. Nuk janë 2500 euro që mund t'i ndalim edhe unë edhe ti nga rroga jonë edhe t'i vinim edhe të bënim një bamirësi. Janë 2.8 milion euro të taksapaguesve vlonjat, të cilat kërkohen të devijohen për këtë. Një e para, e dyta më thatë nuk është planshet dhe planimetri. Më vjen keq, po edhe kështu po ta lexosh në kokë të këtyre që na keni paraqitur thuhet planimetri e kolektorit të ujrave të bardha. Planimetri e kolektorit të ujrave të bardha. Nuk lexojnë në një vend projekti detajuar me zëra, me të tjera, Nëse ky projekt
është i depozituar diku tjetër, na thoni ky projekt është i depozituar në ministri, në ujësjellës kanalizime, nuk e di se ku. Kjo që na keni paraqitur janë vetëm planimetri dhe disa viza që normalisht ju teknikisht i lexoni, disa prej nesh mund mos ta kenë aftësinë intelektuale për t'i lexuar. Dhe unë kërkoj miqësisht që siç keni paraqitur këtë projektin e detajuar të shkollës Marigo Posio dhe preventivin e kundërfirmosur nga projektuesi, të na jepni edhe këto dy zërat kush i ka bërë to zotri, se ne do janë 2.8 milionë euro dhe për juve vetë, se si do ta e bëni këtë procedurë prokurimi juve deri në 15 tetor, ku ju nuk keni një preventiv të firmosur kush e ka përgatitur dhe një projekt kush e ka përgatitur. A është në pronësi të bashkisë Vlorë ky projekti? Po jo, ta dim zotri, dim dhe ne si të veprojmë. Se nuk kemi një përgjigje. Dhe ju kërkova edhe diçka tjetër që o janë shkaluat, o ndofta nuk u thelluat. A janë në pronësi të bashkisë këto zotri? Se do idhen lekët e bashkisë Vlorë. Mos janë në pronësi të ministrisë, mos janë në pronësi të dikujt tjetër. Këtë duan të dimë. Zoti Hoxha, faleminderit. Seksioni i pyetjeve ka përfunduar. Të lutem, inxhinierje, ke diçka për të sqaruar lidhur me këto gjëra që kemi diskutuar deri tani dhe të lutem ta kalojmë votim, të mbyllim të gjitha komentet dhe diskutimet. Përshëndetje. Në lidhje për sa përket pjesës së projektit, për sa i përket pyetjes për projektin, ajo që foli kryetari komanduar është se është bërë një projekt tamam për gjithë pjesën e Vlorës, ku janë bërë investigime në terren dhe ne kemi marrë vetëm pjesën kryesore që na duhet për momentin, për pjesën e lotit që ne parashikojmë. Në pjesën duke ditur që gjithë Vlora ka problematika në lidhje. Ja pra ja se do ta them. Ky projekt, ja pra ja ta them unë. Po pra ja ti përgjigjem pyetje. Nuk do të thotë se ti do të mbushet mendja me. Po s'do të jep preventivin e miratuar nga projektuesi në projektin e Ju jeni e këtë bashkëpunim. Zotri, edhe kujdes me tema dhe epitetet që nxjerr nga goja. Në rregull. Po e di unë nuk ka nevojë të ma thot ajo, po përpiqem. Po ja pra taj. I thoi që ka vdek, e zënë në kinjë e ta, i ka vdek nëna, edhe ky muhabeti për shuar. Projekti, përsa i përket projekti ekziston, është në ujësjellës, biles është nderuar. Po pra, po më lër të mbaroj, lutem. Më lër të mbaroj. Po ja pra më lër të mbaroj. Është nderuar disa herë në pjesën e ujësjellësit, por për mungesë të fondeve, sot që po e hedhim ne si bashki është sepse përveç një vendimi që është dhënë në VKB, që kalon gjithë asetet që janë të ujësjellësit për pjesën e KUB-s, i kalon bashkisë, prandaj po e të nderojmë ne këtë pjesë. Sepse sot momentalisht ujësjellësi nuk është më pjesë e bashkisë, kalon pjesë e ministrisë dhe ky projekt është hedhur në fillim nga ujësjellësi për pjesën e saj sepse ujësjellësi e kishte për detyrë më para për ta hedhur. Ky do kaloj si dhuratë për pjesën e bashkisë, është komplet projekti i përcaktuar. Po ja pra, është hedhur, po, është ngritur nga bashkia, është ngritur nga bashkia grupi, po pra, po, është ngritur komisioni nga bashkia për marrjen në dorëzim të pjesës të kanalit. Ka kaluar, po, biles, ka kaluar, keni votuar dhe në këshill për pjesën e VKB-s. O Tirdi. Ore, o Tirdi, po ka që thjesht është mo. Ka kaluar pronësia
ka kaluar pronësia te bashkia dhe ujësjellsi duke qenë se kishte projektin gati e dha me gjithë kostum, i dha dhe projektin. Ja ka që thjeshtësh. Është projekt, e kemi verifikuar. Po zoti Leska E nderuar kryetare, mundem, nëse mund. Kalon me gjithë projekte kanalizimit. Atëre faleminderit. Faleminderit zonja kryetare, mund t'ua shpjegoj. O zoti Hoxha, mund t'ia shpjegoj pak. Mund t'ua shpjegoj një minutë. Atëre ne dim të gjithë që kur kemi shira me intensitet të lartë, kemi përmbytje në disa zona të qytetit. Një nga këto zona është dhe zona e Albano Rominës. Tani. Po një minutë. Zoti Leska Kanalizimet, të gjitha kanalizimet e ujrave të larta të qytetit dhe në çdo bashki janë pronë e bashkisë. Po duro. Të gjitha kanalizimet e ujra të bardha në çdo bashki janë pronë e bashkisë. Është bërë një gabim që në vitin 2015 që këto kanalizime kanë kaluar tek ujësjellsi. Ujësjellsi nuk është i licencuar për gjitha kanalet e ujrave të bardha. Dhe kur kam qenë unë atë detyrë, kam kërkuar disa herë që të kalojnë në pronësi të bashkisë siç janë në gjitha bashkitë. Sot që flasim ne aktualisht ka kaluar pronësit të gjitha kanalizimat e ujrave të bardha të qytetit. Dhe këtu del e fjalë e lind e drejta dhe bashkisë për të tenderuar dhe për të marrë përsipër për përmirësimin e përmbytjeve të qytetit. Tani disa nga problematikat që ka kur kemi shira me intensitet të lartë janë zona e fabrikës Cimentos, zona tek Kisha, zona tek Albano Romina dhe te dy kalimshi i universitetit. Një nga problematikat më kryesore është zona Albano Rominës. Me bënien e këtij investimi dhe këtyre kolektoreve, se nuk e lejuat dhe inxhinierët, se është një nga inxhinierët më të mira, unë me inxhinierë kam punuar të ujësjellsi. Priti dashur, prit. Ky kolektor, sot që flasim ne, ky kolektor është me një dimension 500. Me projektin e ri, ky kolektor është 2000. Pra, pritorë ta mbaroj dhe një robur, kur mbaroj bë pyetjen. Unë të lash, fola unë kur folet. Po. Tani, këto projekte kanë qenë depozituara tek ujësjellsi përveç këtij loti, edhe për zonën e Kishës, edhe për zonën e dy kalimshmit të universitetit, edhe për zonën tek Omonia, janë projekte të gatshme të cilat janë kërkuar disa herë nga qeveria për lobuar për të marrë fonde. Ky projekt ka pasur disa probleme dhe janë bërë përmirësimet e duara me sa mora vesh dhe nga inxhiniera për të zgjidhur gjithë problematikën që është tek Albano Romina. Ky projekt nga dimensioni 500-2000 zgjidh gjithë problematikën për këtë zonë. Dhe për lotet e tjera, për tek universiteti, është i njëjti me fjalë dimension me 2000 për zgjidhur gjithë problematika ku ka shira me intensitet lartë. Pra, ftoj gjithë kolegët ta miraktojnë të projekt vendim se është në shërbim të qytetarët për të eliminuar një pjesë të përmbytjes kur ka shi me intensitet lartë. Faleminderit. Fjala për zotin Moçka. Atë, nderuar kryetare dhe të nderuar këshilltar, Grigor, a ka mos për te debatit dhe edhe ngarkesës politike, që është më se normale, në fund fare duhet edhe të hidhet, po ka politikë se e filluat me politikë, duhet kërkoni falje e tjerë me radhë. Po unë sa fillova diskutimin e u dëgjova, u respektova të gjithë. Atëherë, gjëja pozitive për te debatit dhe ngarkesës politike, gjëja pozitive është që gjithë këshilltarët janë dakord me qëllimin e këtij investimi dhe me këtë investim. Do me të gjithë shprehen si pozitë si opozit që ky është një investim i mirë pritur, i shumë pritur dhe që do të zgjidhë një problematik të mbartur shumë vjeçare në Vlorë. Duke u nisur nga ky këndvështrim pozitiv, u kërkuan pastaj disa sqarime juridike, po gjithmonë me bon sens që të sqarohen, të votojnë dhe këshilltarët e opozitës dhe këshilltarët tanë, të cilët i kanë ato pikpyetje, u kërkuan disa sqarime që të jemi të gjithë të qetë, por nga ana tjetër të jemi dhe të garantuar që ky projekt do zbatohet.
Pra mos jemi vetëm ne të presim, por edhe populli që tashmë po e dëgjon, gjithë qytetarët Vlonjat, ta ketë një lloj garancie që ky projekt do vejë deri në fund dhe do japë zgjidhje të çështjes. Duke u nisur nga kjo garanci pozitive, atëherë është e mirë që të shikojmë gjitha në bon sens dhe ta kërkojmë dhe të gjejmë atë zgjidhjen, që çfarë do të thotë. Unë nuk mendoj se mund pengohet një projekt i tillë, pse projekti ka qenë te kaseti, te rafti i Ujsjellësit dhe pse nuk ka qenë te Bashkia. Në qoftë se duhet ta shikosh ka zgjidhje juridike plot, një marrëveshje mirëkuptimi apo një akt durimi. Dhe te i kalohet. Dhe flas te i kalohet se kur është bon sensi nuk ka arsye pse mos votohet dhe të dy administratat te i kalojnë këtë ngërç juridik, megjithse inxhinieria më duket më tha më para që ka një akt durimi. Pra te i kalohet kjo si ngërç. Për sa i përket pronësisë, ka qenë po ky këshill që kemi debatuar fort para disa kohësh, nuk e di, ndoshta disa muajsh, ku kemi miratuar një projekt vendim që rimerte gjithë KUB-t mbrapsh. Pra është ajo që Çimi tha, në mënyrë ishin transferuar Ujsjellësit të Vlorës me një projekt vendim, por ndërkohë i takojnë me ligj bashkisë si kompetencë. Dhe ne kemi miratuar një akt, një projekt vendim ku pronësinë e gjithë KUB-ve të Vlorës e ka Bashkia Vlorë. Normalisht i takon administratës të bëjë gjithë inventarin e gjës, që do të thotë ku fillon e ku mbaron, ku ishte shqetësimi i këshilltarëve, ku fillon dhe ku mbaron, por aty në ato skicat, planimetrit, projekti, quani si donin, termat ndryshëm, është e përcaktuar se ku do të ndërhyjet. Dhe kudo që ndërhyjet është KUB, dhe kudo që ku është KUB, me projekt vendimin që kemi miratuar është pronë e bashkisë. Pra dhe ky ngërç juridik mund të i kalohet, meqense është bon sensi. Për sa i përket pastaj anës teknike, është projekt, s'është projekt, atë e din mirë teknikët që do e prokurojnë, si inxhinierët që e kanë bërë, por dhe ata që do e prokurojnë. Se me aq sa di unë dhe si titullar i institucioni ka një dosje prokurimi ku fillon nga A-ja deri te Z-ja dhe ku projektet janë detajuar, kur autoritetet kontraktore kur kanë paqartësi të kërkojnë dhe gjatë fazës prokurimit qartësime, ku çdo gjë duhet jetë e qartë, çfarë do bëjnë dhe ku do ndërhyjnë, ka nenën kontratë që të lejojnë pasaj siç e përmendi dhe kryetari në detyrë, që mund të ku ka pasaktësi fakti nga projekti mund devijohen në 8%, pra janë gjitha çështje që i rregullon legjislacioni shqiptar dhe asnjëri nuk mund të heci duke tenderuar diçka se nuk të las as APP-ja nuk të lë me një ankimim, prokurosh e tjerë me radhë. Unë mjaftohem me fjalën e teknikëve përgjegjës që janë inxhinierët që më thonë që ky është një projekt i sakt, i zbatueshëm. Nëse pastaj duam që atë bon sensin që kemi të gjithë, ta diskutojmë në vogëlsira, s'është projekt, ai ta diskutojmë, por do të jetë një diskutim pafund. Por i rikthehem përsëri situatës në fillim. Meqense bon sensi është nga të gjithë dhe meqense i vjen në ndihmë qytetit të Vlorës, të tejkalojmë vogëlsira, të tejkalojmë dhe debatet politike, po i pranojmë të gjitha dhe gabimet e mëparshme, nëse duan këtë dhe ai ta votojmë dhe të tregojmë që gjithu bashkuam në dobit qytetit Vlorës. Kalojmë votim, pro. Është një projekt në të mirë, në interes për te të majtës dhe djatës, është në interes të gjithë qytetarëve të Vlorës. Përmbytja është një problem kronik i këtij qyteti. Le t'i japi mundësinë kryetarit 3 dhe administratës, cilët kanë marrë këtë iniciativë për ta bërë. Faleminderit, 30 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Faleminderit për mbledhjen e ditës së sotme, takohemi mbledhjen e radhës. Faleminderit.